ti je kandidati më i bukur që kam parë unë, tha. Ç'ishte ajo dhe si e morët ti këtë? Ajo ishte një zonjë që e mendoj të tillë. Tani çik ngacmimi ishte ajo, ta themi kështu. Ja, absolutisht. Aty isha në vendin tim dhe ishte nëna e mikut tim të ngushtë. Edhe ajo sigur pa çunin e vet aty, nga që Jo, po them ngacmim, domethënë ajo bëri një batutë kam fjalën. Këtu e kam fjalën, jo ngacmim, jo. Bëri një batutë. Absolutisht. Domethënë ajo votoi për ty. Ishte gjë më e bukur. Ishte gjë më e bukur Alban. Tani, mund të thuash, Gabriel, mund të thuash diçka për vete, kush jeni ju, pse kandidot në Tepelen? Tani në këto momente dhe mendja ime është çiksi çorp, po unë jam Gabriel Guma, kam studiuar brenda dhe jashtë vendit, jetoj një pjesë të mirë në Tepelen të jetës time, ndaj midis Tiranës dhe Tepelenës, mundësisht jo Tepelenës, po fshatit tim Luzat, dhe kam mbaruar studimet në Fakultetin e Arkitekturës dhe Urbanit Design në profilin Art dhe Design. Ku? Edhe mendoja që në artin tim gjithmonë kisha ndjenjë politik. Unë kam studiuar tek Policy. Kam mbaruar atje dhe tani jam në Fakultetin e Arteve në Tiranë për skenografi, për master shkencor. Ke studiuar dhe jashtë? Po, absolutisht, kam bërë disa master klase dhe kurse të vogla në Berlin dhe në Moskë. Edhe në Moskë? Po. Tani ne na trem kjo fjala Moskë, ti pas ke bërë një specializim në Moskë, tani ke kujdes ore? Po, për artin është epiqendra e kulturës, besoj. Ore, kështu të thonë ata, hajde për artin edhe pasaj të gatrojnë me gjëra tjera, ke kujdes më them. Mos e përmend shumë atë Moskën se. Tani, si mund të lësh Tiranën ti, të lësh metropolin, dhe aftësitë tua në arkitekturë dhe të shkosh atje në Tepelen tani. Ka të bëj me bindjet pastaj, kupton, po të kisha bindje të djatha siç më paraqitet ti, nuk do e bëja. Por unë kam ca bindje të tepërta patriotike dhe adhetare dhe dua të kthehem këtu në vendin tim edhe të investohem. Të investohem për këtë vend, e kupton, me të gjithë ideologji dhe mendimet e mia që kam për këtë vend. Tani, nëse shpallesh fituesi i Bashkisë Tepelenës, cila është një gjë që do bësh për atë qytet? E para është, unë do ngulmoj në atë që unë përfaqësoj te kultura. Po çfarë për shembull, se tani nuk është se ka resurse si jashtëzakonshme Tepelena tani. Me gjithë respektin është një qytet, po aq i vogël, aq do të thënë provincë si qyteti im ku kam lindur unë Çorboda. Më fal, shiko. Ideja është që mos ta bëjmë këtë muhabet me paragjykime. Shiko, Tepelena ka histori vëlla. Edhe historia e Tepelenës nuk ngecet deri tek Ali Pasha ose tek gjërat e vogla. Historia e Tepelenës fillon që nga periudha Pellazgo Ilire, apo jo? Edhe aty në Tepelen gjen rënoja të shumta të qytetërimeve ilire dhe them dhe më të vjetra. Pastaj kemi një retrospektiv të kohës, e thonë që na na ndërprerje studio, nëse do jetë mundur regjia, sabotazh. Tani. Më falni. Është e kam ndjekur çik në Facebook këtë djalin edhe e para një herë uri me njëherë se djali i ri edhe jo s'ka fituar akoma, pritet. Uri me njëherë për kandidimin, pastaj ato nuk marr. Falenderoj. E kam ndjekur çik. Po jemi sërish. Ka qenë me shumë. Ja tani ta mbaroj atë se kam merak mos. Po, zoti Kuma, po, mund ta mbarosh mendimin sepse ishe duke folur. Absolutisht. Edhe po thosha që nis që na këto qytetrimet që për mendimin tim thjesht me objektivat që vetë Europa ka për këtë sektor, besoj se do jemi një lobues i fortë për zhvillimin e tyre. Më mbrapa pastaj ne kemi dhe periudhën e viteve 50 deri në vitet 80 që Tepelena ka lënë një gjumë shumë të fortë, pra që në memorialin e internimit që është memoriali që është si gati Spaçi, po them. Spaçi i Tepelenës është edhe më i tmerrshëm. Bukur kjo frazë. Më pëlqeu shumë kjo Spaçi i Tepelenës. Po, ku vendet të zhvilluara si Austria kanë Auschwitzin dhe Auschwitz është nga vendet më të vizituara dhe ne e kemi këtu me tëra të histori dhe ne e kemi lënë në harres. Në të njëjtën kohë, e kupton, në të njëjtën periudhë Tepelena ka edhe zhvillimin e rilindjes socialiste. Pra shkrimtar të shumë Tepelenas, rilindas të shumë, artistë të shumë, piktor, edhe dhe të njëjtën kohë, pra
ne kemi nderuar vetëm me buste dhe me rrugë. Nuk I kemi dhënë ndonjë vlerë më të madhe, një bibliotekë kombëtare, të rilindje socialiste dhe që të zhvillohet bashkë me veprat të asaj periudhe. Pra ti kemi të dyja ekstremet, sepse të dyja ekstremet Tepelena I ka më së bukuri. Nuk mund ta quaj më së bukuri memorialin e internimit, po në ditët e sotme ka dhe muze të errët, po them, që janë vërtet të dhimbshëm dhe interesant. Pastaj në fakt ti ke dhe një element tjetër se ti je nga Luzati. Po. Tani ka nxjerr. Po ç'është ky vend që nxjerr kaq shumë figura mo Gabriel? Po është ka rënë ndonjë gjë e mirë aty që çka ka rënë? Shon energji të tillë. Ne në Luzat kemi nisur një iniciativë me Fondacion Jo për Fitim Prurës edhe me dashamirës të fshatit që jetojnë jashtë dhe brenda vendit, iniciativën e të bërit të Luzati në fshatin e Artit. Edhe në fillim kur mu propozua kjo ideja, unë absolutisht e gjeja veten direkte të përfshirë si një nga të vetmit, se besoj një nga të vetmit, po një nga të vetmit piktor, po them, që Luzati ka dhe do ketë. Mund ketë dhe më vonë, sepse ajo është ideja që ne ta zhvillojmë atë vend në përmjet. Mua mi dërgoj. Ne kemi nisur iniciativa të vogla. Pra deri tani kemi bërë 2 festivale tepër të rëndësishme ku janë bërë artistë brenda dhe jashtë. Mi dërgoj të gjitha këto përparim Kalo dhe jam befasuar me ato, edhe qytetet nuk kanë nga këto lloj aktivitetesh. Ja. E di çfarë po më thoshin ca persona që më shkruanin, "Ore, a lejohet të bësh montazh pra ti të shkosh vend tjetër dhe të votosh vend tjetër?" Jo, vllai, është I njëjti vend, ajo nuk është, ajo ka qenë shkolla e Luzatit, por ne kemi kthyer bashkë me përparime, kemi kthyer në qendrën e rekreacionit artistik. Edhe që aty vinë artistë dhe qëndrojnë dhe zhvillojnë artin e tyre, pra po ta vjerë ishte për plot me piktura. Keni figura aty të Luzati që ke kështu model? Ati që përmënda. Kë? Zotrin. Përparim Kalo? Po. Po e përshëndesim profesorin e nderuar. Ke pyetur një Jo, kam një koment patjetër se më vjen mirë kur shoh të rinj si Gabrieli, të cilët Sa vjeç je Gabriel? Angazhohen. Unë sa shumë ka thënë Gramozi 24. Gramozi, po. Kam mirë për 26 vjeç. 26, shumë I ri. Kjo është një gjë shumë pozitive që brezi I ri po fillon ta shohë politikën si një angazhim dhe jo më si një sfidë të xhaketave të vjetra dhe duhet ta vazhdoj ta ndjeki se historia ka treguar që artistët bëjnë çuditëra. Xhaketat e vjetra do punojnë për idetë e mia, besoj. Jo, artistët bëjnë çuditëra në politik, pastaj kujdes Andi se mos ta kalosh në emrat përveçëm. Jam I kujdesshëm për atë pjesë. Po, se kuptohet fare se për ka për kryetarin e ka plot më. Po. Shim vjen keq. Tani, ti the që s'kam as indikator për rezultatin, Gabriel? Jo, absolutisht. Ti je kandidat model, vëlla, ti ishe në një tjetër që shpall fitoren, po ti je kandidat. Po shifej që ku të ka dalë si këta senatorët amerikanë nga makina. Ti jemi modesto, tani lutem. Edhe dalë me bën model. Jo, shumë vërtet. Kemi gjë tjetër? Jo, kam një pyetje kam edhe një kështu, një sugjerim? Një kompliment kam, bravo për kurajon edhe për këtë djalë I ri, edhe për fushatën që ke bërë, merr me qetësi këto. Ajo që dua të them është që mos ke frikë të pranosh identitetin politik që të përfaqëson. Pra, ke parasysh se një moment caktuar se djalë I ri do të gjithësh karrierë, do të ecin gjërat para, mos ke frikë se të pozicionohesh dhe thosh po kjo më ka mbështetur këtë, por natyrisht I ke edhe qëndrimin tënd. Kjo e dyta. Po pse intimidon? Se ai nuk e tha këtë gjë. Ai tha që jam mbështetur nga të djathtë dhe të majtët. Pra, çfarë duhet të pranoj? Duhet të pranoj që është mbështetur nga Saliu. Mos u bëj si ligji për diskriminimin gjinor tani. Okej, se ma tremët Gabriel. Edhe pyetja ishte këtë lutem. Pyetja ishte që do kandidosh prap, ke kështu domethënë për mua, unë të sugjeroj që të kandidosh edhe më vonë, sepse gjithë këto rënje të shërbejnë për të mbritur përsëri. Ti qoftë të humbur. Po sepse atje është një ushtri e tërë, ai ka qenë shefi I gardës, pse ai ka makineri politike edhe në mbrapa administratë patronazhist, ai
para të djalit aty, këtë e gjykoj, nuk e para gjykojën atë, po kjo është koncepti, pa i do marrë rezultat shumë të mirë. Më falë se po thoni shumë gjatë e dua të ndryj në shumë pjesa që tani edhe i harroj. Ai mund të ketë qenë shef i gardës, po unë jam kushëriri i atyre gardisëve të tyre. Jo, ka infrastrukturë ekonomike dhe sociale, këtë ka pushtetin ambrapa, këtu e kam, nuk e kam aty, ma kuptoshte, që ai ka pushtetin ambrapa ekonomik, ka një shtet të tërë, ka bashkin, ti nuk, kjo është ideja. E para se mua edhe dëpërmojt vota, kjo është, ta kuptoshte se. Për bindjet e mia janë bindjet e mia, unë jam pro familjes, unë jam një çun që besoj te kapitalizmi, e udhton rritja tek vetja, kaq, nuk për mua s'ka as PS për D vlla, lutem. Ta jemi të qartë, jam i pavarur, jam literalisht i pavarur, jam i hapur për çdo gjë. Gabriel, pos mbështeti një forcë politike, vështirë e ke për të fituar pastaj. I dua pafund të mbështesin. Po si të mbështesin për DPS, po ore struktura. Por, e dhon gjaku blu buron dhe nuk e besoj të shteroj. Të duhet makineria politike gjithnjë që se ke ambicie për karrierë. Kaq këtë ditë them. Okej, gjë do shikosh vetë. Okej, unë uroj suksese se ke gjëra të mira para. Kaq. Gabriel, edhe unë të falenderoj dhe të uroj suksese. Edhe unë ju falenderoj dhe juve. Studio. Okej, mirupafshim. Ndërkohë nëse që mundur regjia kandidatin e Partisë Socialiste në Tepelen. Një analizë shpejt tani, si duk? Po të rinë në politikë, unë i kam bërë share në Facebook të djalit, këtë, se nuk e kam takuar në herë, thash më bështetën i partijë, edhe se shikoja disa lëvizje, shikoja çik vizionin e... Ore, po ka djene vajza plore, Shqipëria, mos i s'ka Shqipëria... Edhe në këtë kënd vështrim, në kam dhënë sugerimin tim, që po të isha në Tepelen do votoja këtë djalin, kështu që për këtë pjesë, pra për ta motivuar edhe qytetarin, po për ta diversifikuar, po për të në shembull që të rinë, nuk ka rëndësi edhe majtas e djathtës, të futen sa më shumë politik, se ky është lajm i mirë. Më thënë futja të rinjve për mua. Për ty, besoj këtu bjem dakord me Tanin. Që të rinjt në politik duhet të jenë një realitet i pa kompromis. Okej, ndërkohë që regjia nëse është mundur të kemi Tepelenën me kandidatin Partisë Socialiste për të pasur edhe një lloj balancimi, tani mund të bëjmë një analizë shpejt, ne nuk kemi rezultat. Shiko, rezultati tani nëse Mesha ka edhe kështu Andi tha 5-0, më thënë, ana objektive unë shikoj që nuk ka, domethënë, po të shikosh raportin e SBO-Dirit, është një makineri e gjithë. Makineri administrat, pushtet, polici që s'reagon. Kushtet financiar, pra gjitha këto dhe pritshmërit për mua, përderisa jemi në kushte pa barazie, si thot raporti ose SBO-Dirit. Duhet ta lexojmë pak, duhet ta lexojmë të plot, jo pjesërisht raportin e SBO-Dirit, sepse të gjitha këto parregullsi të vogla, po duhet ta lexojmë tamam. Të gjitha këto parregullsi të vogla nuk ndikojnë në rezultatin final thot raporti ose SBO-Dirit. Edhe një herë. Dhe po e hoqe këtë fjali dhe e more e nxorën jashtë kontekstit. Të lexosh vetëm ato fjalin që do ti, delzi. Po lexove 5 ato fjalin që do ti, delzi e mëzi. Pastaj po shtove ca fjalë të tjera, delsali e mësali. Raporti final i SBO-Dirit thotë se janë pa barabartë. Dhe ka një fjali në fund që të gjitha këto parregullsi nuk kanë ndikuar në procesin, në rezultatin final të zgjedhjeve. Pas i lexon dhe këtë fjali, pastaj ikën zi e mëzi, ikën dhe ai që quhet Sali. Problemi nuk është se këtu pra kam të qenë ndarja e holl e çështjes së votave. Këtu ka qenë ndarje e madhe. Natyrisht që makineria e madhe elektorale e PS-s apo e rilindjes, si them unë, është makineri që i ka të gjitha këto elementat. Korrupsioni, një pjesë, jo për ti parajgjykuar kandidat, se kandidatët mund të jenë shumë mirë, por është makineria që i ka vënë para aty edhe është makineria elektorale që unë e thash që në fillim, Partia Socialiste është makineri elektorale. Makineri elektorale që fiton çdo garë. Si tuneli Llogaras. Okej, do kemi ndërprerje flasim dhe për tunelin po duash. Bisedën. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefonin juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistroheni si klient
dhe me njëherë do dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram, vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja. Faleminderit, jemi në studio, faleminderit edhe një herë institucionit monetar MoneyGram Invest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin transferoj shpejt, gjithmonë më shpejt kudo dhe kurdo. Bëjmë një konkluzion shpejt e shpejt tani për të pesa bashkit dhe këto zgjedhje. Nuk kanë me prishmëri ndryshe. Ai pjesëmarrja është e ulët një herë. Tregon edhe rezultati me gjasat janë që 5-0 tani. Unë ashtu e gjykoj, shikoj edhe unë. Po është mekanizmi i pushtetit. Justifikime keni ju të. Po s'është justifikime. Është pushteti, domethënë ka ndërtuar pushtetin. Pyetja ime është, a mori pjesë Partia Demokratike në këtë zgjedhje? Opozita mbështeti kandidatë e pavarur dhe shumë mirë bëri për mua që kanë mbështetur. S'kan struktura fare. A kupton? Kjo është Po ai tha s'kan struktura fare. Po s'ke struktura, sigurisht që ke struktura. Ja, djalin e kishe në terren aty, sigurisht i mbështetur ishte djali, po thash ke këtë makinerinë e madhe këtu, ke këtë Levanthianin e madh këtu që i tre të gjithë këta nga poshtë. Pa u ndërtuar standardet demokratike për të votuar të lirë në mënyrë qytetare, mos presim gjë tjetër. Se e kanë Terezi Partia Socialiste, do të kryqëzon Kratov. E ka. Është vërtet që Partia Socialiste është një makineri elektorale. Rilindja, më mirë, jo Partia Socialiste. Është një makineri elektorale e cila pas fitores që merr në zgjedhjet e radhës, përgatitet për betejën elektorale të asaj që vjen pas. Kështu që nuk fik ndonjë motorët Partia Socialiste, siç i ndes Saliu se pyetja është a ka ndonjë motor andem ata. Ndërsa Partia Socialiste nuk i fik ndonjë motor. Saliu, të lutem, thuaj zoti Berisha se të edhe përmoshë gjyshi yt, jo Saliu, unë si Saliu për shembull. Po është problem ta thrasësh dikë me emër? Ai ka një status tani. Po dakor, me emër po i thras, unë s'po i them ndonjë gjë jashtë standardit. Po dhe për ta thënë që mos prodhojmë kontekst që nuk e ndihmon çështjen. Për ta mbyllur, Partia Socialiste thash nuk zgjodhi 5 kryetar bashkish të zakonshme, zgjodhi 5 element të bashkive të mëdha të 2027-s. Okej. Ju falenderoj që ishit në këtë bisedë, në këtë emision, po themi jashtë radhe, po i quaj se jo të zakonshme, po jashtë radhe nga emisionet e javës që kemi, për shkak të zgjedhjeve të pjesëve. Tani faleminderit. Faleminderit juve zoti Qafoku. Andi faleminderit. Faleminderit Landi. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot nga unë Roland Qafoku. Natë mirë.